Përshëndetje. Tu jena para gjykatës administrative të Tiranës, ku menojmë që dalim drejtësia, po jo në këtë qeveri që drejton Edi Rama, jo s'këna drejtësi, po këna vdekje. Një vit ka që vim tu, në analojnë, marë pogonin, me ka 250.000, 300.000 lek, për me pagu me prunje si jekëm nga puna, nuk në nepet e drejta. Ku ka shtetu, ku ka drejtësi që ka të Edi Rama? Ku shkojmë në Europë, na? Me këta drejtësina shkojnë, me ta korupcion që ashtë i korruptuan. Dinet, këtyre ministri Shqipërisë. Edi Rama, dhe të administratori, janë të korruptu. Që të ashu, na i kanë letë tu. Sa shkjel venimi këshillit ministrave. Për të bëme në dy gjezë. S'kanë po dy gjezë e zendës. Më shrojnë, rajnë, vjedhin. E që shmenë këtë popull. Po të drojnë me ikë. Me jam 75 vjeqë dhe më i këtë me kanë një shtetit. Me djekë për shaporës. Me më usë jam shqiptar. Ka në më ardhë 5-6 herë edhe na bojnë takimin zyre. Na e na 20-30 vjet. E na bojnë takimin zyre. Nuk e di ku do me dalë ky shtet me ne. Tallet me ne. Popli ashtu u helmue prej ujit papishëm, ranimit pejguroreve, kanalet vadice si kanë shkatërue, plundat e gjitha, kurse shteti s'lëviz, veç se ne na shëtit në për gjykata. Pra i bojnë thirrje shtetit, me gjithse nuk ka shtet, se me pa pas shtet nuk kanë pas nevojë na me ardhë këto. Të shoj shteti jo një ka përstaqë me i poshtër në kanë më mirë, se me vru interesin e një personit, mi 7.000 frëmë që u shqyën me atë uj, a i fëmija 1 vjet e 2 vjet u shqyët me atë uj, 3 vjet nuk aty la kam, as duhet të pashtu i pi uj, një aty e të i hamër ushqime, një aty me atë uj që është aty. Avokat mbrojtësi komunitetit së bashku me avokat e Ral Dagën, në këtë rast nuk duhet të fajsoj asë gjykatën administrative, as vetë gjyqtarin, i cili është përpjekur që të ofroj zgjidhjen, por është pa mundur për shkak të politikave të qeverisë që nuk ka një sallë me audio, me gjitha mekanizmat e sotshëm që të dëgjohet komuniteti, të dëgjohet avokati, të dëgjohet gjyqtari. Dhe është era e gjashme të drejtë që komuniteti vjen nga Postriva, kujdes zoti kryeministër, Postriva e 45-s, kujdes, nëse nuk ta ndjen ti, duhet ta ndjejti, sepse as qendra spitalore të mira nuk e bërë, as qendra gjyqësore të sakta nuk e bërë. Se drejtësia në furriqe, me 2000 dosje, ka vetëm një gjyqtar në ato furriqe atje 12 2000 dosje. Në kjo është e papashme, e ndërkohë, gjyqtari me drejta që të gjejmë sallën e caktuar dhe në datë që këta janë duke, data është edhe një ditë është vonë. Jo me 27 janar, thonë 2 muaj e ca, sot, 2 muaj fiks, sot. Edhe këta të vazhdojnë të pinë të njëjtin muj të ndodhur nga një padrejtësi që ja bën si shteti, si pushteti lokal, si pushteti vendor. Me padrejtësia madhe mo, pinë ujë të ndodhur. Gjë gjë ju merret e drejta e pronës, ju merret e drejta për jetuar, ju merret e drejta e fëmijëve, ju merret e drejta e bujqësisë, e drejta e blegtorisë. Të gjitha ju merren qytetarë për të kënaqur një biznes që është në drejtim të gabuar i shteti. Edhe kush e fut drejtim të gabuar, e fut shteti pra. Edhe shteti sikur bën me qëllim që edhe 75 vjeçarit mendoj të ikin më. O zoti kryeministër, 75 vjeçari me bastun mendon të iki. Pra, ç'kam sa të më, është shumë e rëndë. Prandaj i kërkoj gjithë mediave të mbështesin këtë lloj komuniteti që ka të drejtën e Zotit për të jetuar në mënyrë të shëndetshme në pronën e vet, në troret e veta, në shtëpinë e vet, në ulë burimin e vet.